Publiku fije rak mirëpriti premierën e komedisë Pleqërim me kusure me autorët Dise Plakun dhe regjit e Eliona Thomaraj. Për aktorët Klajdi Marku, Astrid Hasani dhe Miola Sitaj për 1 orë e 30 minuta. Mesazhet që u përcollën ishin pjesë e marrëdhënieve njerëzore në thjeshtësinë dhe vitalitetin e jetës. Për minuta të tëra ndodhit brenda shtëpisë së Margaritës dhe Viktorit si dhe komshiut e tyre, ngacmuan spektaktorin me shqetësimet, gëzimet, xhelozitë e moshës së vonë, të fshehtat, dyshimet, intrigat dhe me në fund një enigmë që do të zgjidhet. 1 orë e gjysmë kënaqësi dhe emocione pafund të marra nga publiku. E kam shijuar shumë. Personazhi i femrës vetë mohuese shqiptare, ajo që kujdeset gjithmonë për të tjerët. Paktën edhe mesazhet që ne shpërndajmë nëpërmjet veprës është edhe për të rinjt, sigurisht edhe me dhimbjen që mosha e tretë në përgjithësi vuan edhe me humor, me situatat që gjithsesi nuk shpëtojnë në një komedi të mirëfillt shqip. Për autorin Dise Plaku dhe regjizoren Eliona Thomaraj, gjithçka ishte një dinamik mes profesionistësh. Ajo çfarë dua të theksoj është fakti që mosha e tretë ka bukurinë e saj, ka dëshirat, ëndrat, ka vitalitetin për të vazhduar të nesërmen akoma edhe më të bukur. Të bësh të 2 ambiente pamure në fakt ishte e vështirë dhe neve, siç e pat, paralelisht kishim 2 jetë në 2 apartamente të ndryshme, por që këto nuk duhet të përplaseshin me njëra tjetrën, por të harmonizoheshin dhe të bëheshin pjesë e njëra tjetrës. Kjo ishte risi dhe them se ja dolëm. Premiera e shfaqjes Pleqërim me kusure apeloi shqip dhe ngrohtë për respektin dhe për kujdesin për moshën e tretë, që me gjithë vështirësitë e përditshmes kanë dëshirën për të pasur një jetë e lumtur dhe të qetë.